Në ambientet e Komisionit Komunal Zgjedhor, në mungesë të kandidatëve për kryetar të komunës së Kërçovës, përfaqësuesit e tyre sot kanë nënshkruar kodeksin për zgjedhje fer demokratike dhe të lira. Në këtë akt, në kohën e paraparë nuk ishin të pranishëm nga kandidati i pavarur, të cilët pritet që në vijim të nënshkruajnë këtë kod për zgjedhje fer dhe demokratike. Përfaqësuesit e kandidatëve për kryetar komune, pasi hodhën nënshkrimet e tyre, për televizionin Uskana bën thirrje për zgjedhje të lira dhe për një proces zgjedhor demokratik. Sot nënshkruajmë këtë kodin për zgjedhje demokratike, fer dhe demokratike, duke garantuar një proces të ndershëm, transparenci që ka hije një procesi zgjedhor dhe uroj gjithë qytetarët dhe gjithë partitë politike dhe ato të pavarura për një proces të ndershëm dhe demokratik. Po unë jam Emin Emini, përfaqësues për nënshkrimin e kodeksit për fer dhe në mënyrë demokratike të zhvilluam të zgjedhje për kandidatin Fatmir Xhimanin, me që ajo është sot në udhtim zyrtar edhe më dha autorizim që të nënshkruaj këtë kodeks unë si përfaqësues i. Тук što potpišemo kodeks za fer i demokratski izbori, porаката od ВМРО-ДПМН во минатите неколку циклуси изборите во Кичево беа фер. Очекуваме и следниве избори да поминат во една фер и демократска атмосфера. Kryetaria e Komisionit Komunal Zgjedhor në Kërçovë, Drita Ahmedi Abedini, tha se nga e hëna fillon zyrtarisht fushata zgjedhore, duke shpresuar për zgjedhje fer dhe demokratike dhe pa probleme dhe tensione. Ndërsa tha se nga komunikimi me kandidatin e pavarur presin që edhe ata të japin nënshkrimin e tyre për këtë kodeks zgjedhor. Në fillim ju falenderoj juve si gazetar për prezencën tuaj. Siç e pam, kemi 4 kandidatë që garojnë për kryetar të komunës së Kërçovës, 3 janë të partive politike dhe njëri është i pavarur. Prej ditës së hënë do të fillojmë kampanjë zgjedhore. Shpresoj se do kemi zgjedhje fer dhe demokratike. Kemi filluar edhe me trajnimet, do të vazhdojmë edhe ditët në vijim me antarët dhe zavensantarët. Gjithashtu kemi edhe 11 lista për këshilltar, po i pavarur shpresojmë se ai do të vinë për pak kohë. Është kandidat i pavarur për kryetar komune. Do të vinë edhe ai ta nënshkruaj. Rrethi i parë i zgjedhjeve lokale do të mbahet më 19 tetor, ndërsa rrethi i dytë 2 javë më vonë.